Përshëndetje nga Kushova, me këta burra që nuk i kanë lënë, e me këto nuse janë falje se do ta kisha filluar nga ju, që nuk i kanë lënë asnjëherë këto vene. Edhe po t'i shohësh këtu jemi mu në rons të malit, ta di malit shenjtë zotrave që gjithë të toka këtu janë punu nga doçkat e këtyne dhe nuk kanë lënë as i plomb tokë që të iki kot. Tashi ne kemi debat me këtë zotnin. Kur i foli këtyne zotnive që kënej ka hallat e veta, i tha që edhe po nuk u bënë deputet, unë prap do punoj fort në administratë se kam dhonë për këtë vend. Tashi këtu plasi debati dhe ndryna unë. Dhe i thash gjithë këtyne njerëzve që unë kam vrapu për shumë deputet. Ka 12 vjetë që unë jam në çdo zgjedhje dhe vrapoj mas çdo deputetit zonës që nena e vinë aty dhe mas çdo kryetari bashkie. Dhe me thonë dhe drejtën, shumë nga ata kur kanë marru zgjedhjet na kanë kthyr shpinë dhe kanë ikë në punë vetë. Tashti unë po vrapoj prapë për këtë burr. Po vrapoj për i burr që ka 30 vjet në administratë që vetëm ka bonere, nuk ishtë një gjuhë zoni gojës për hordhik, nuk ishtë një gjuhë zoni gojës për poshtërsina, ka neru veten, ka neru familjen, edhe ka neru gjithë ta bashkëtarë tu se prej kënej i ka rronjët. Kështu që gonë, unë mos ta një gjëjmë atë fjalë, por ne do luftojmë dhe gonin do ta bëjmë përfaqësues tonin në Parlamentin Shqiptar. Po apo jo? Po! Po që mos ta një po ne do të qojmë atje që ti të nerosh veten, të nerosh familjen e të nerosh gjithë sojtat. Respekt për ju të gjithë që jeni, respekt për Partinë Socialiste sepse është vetëm forcë progresiste në këtë vend. Respekt për ju që mbështesni Partinë Socialiste dhe për mua është obligim i madh, vota juaj është peshë e madhe, është përgjegjësi e madhe dhe unë nuk kam për të zgënjur asnjë. Marrë mirë, zuar.